Kanë kaluar 80 ditë të plota nga mashtrimi publik I Erion Veliaj dhe Mero Bazes ndaj prokurorit Ols Dado. 80 ditë që Veliaj dhe Mero Baze kanë gënjur duke thënë se prokurori Ols Dado ka kërkuar një shtesë mbi lejen e ndërtimit dhe kryebashkiaku I shkarkuar e ka refuzuar ndaj dhe ka nisur hetimet ndaj tij për hakmarrje dhe konflikt interesi. Ky mbetet një mashtrim publik pasi as Erion Veliaj dhe as Mero Baze nuk e kanë publikuar as dokumentin me firmën e Ols Dados dhe as refuzimin me firmën e ish kryebashkiakut. Mero Baze dhe Erion Veliaj gënjeshtrat dhe mashtrimin e kryen si një sulm ndaj drejtësisë, prokurorëve dhe gjyqtarëve. CNA prej 80 ditësh ka kërkuar që të publikohet dokumenti me firmën e prokurorit dhe refuzimin me firmën e ish kryebashkiakut, por kërkesa nuk ekziston njësoj si inceneratori I Tiranës. Për 80 ditë kemi sjell pretendimet e pabazuara të Mero Bazes dhe Erion Veliajt ndaj prokurorit Ols Dados. Në pikën 135 Veliaj thot se prokurori Ols Dado ka marrë një leje ndërtimi në Bashkinë e Tiranës dhe pastaj ka kërkuar një shtesë mbi atë me leje dhe kjo I është refuzuar, ndaj dhe ka nisur hetimet ndaj tij për hakmarrje dhe konflikt interesi. Ky mbetet një mashtrim publik pasi as Erion Veliaj dhe as Mero Baze nuk e kanë publikuar as dokumentin me firmën e Ols Dados dhe as refuzimin me firmën e ish kryebashkiakut. Mero Baze dhe Erion Veliaj gënjeshtrat dhe mashtrimin e kryen si një sulm ndaj drejtësisë, prokurorëve dhe gjyqtarëve. CNA prej 80 ditësh ka kërkuar që të publikohet dokumenti me firmën e prokurorit dhe refuzimin me firmën e ish kryebashkiakut, por kërkesa nuk ekziston njësoj si inceneratori I Tiranës. Për 80 ditë kemi sjell pretendime të pabazuara të Mero Bazes dhe Erion Veliajt ndaj prokurorit Ols Dados. Në pikën 135 Veliaj thot se prokurori Ols Dado ka marrë një leje ndërtimi në Bashkinë e Tiranës dhe pastaj ka kërkuar një shtesë mbi atë me leje dhe kjo I është refuzuar. Ndërsa në pikën 136 të dokumentit pa vulë dhe pa firmë, Erioni e trajton këtë si një çështje hakmarrje nga ana e prokurorit Ols Dados, sepse sipas tij nuk I është dhënë leja e ndërtimit për shtesën pasi ka bërë një kërkesë. Pse nuk e nxjerr Veliaj dokumentin me firmën e Ols Dados dhe refuzimin me firmë të Erion Veliajt? Mero Baze thot se sipas tij hetimi ndaj Veliajt është I kërkuar me ngulm nga një prokuror, I cili muaj më parë ka pasur konflikt personal me të, lidhur me kërkesat e tij për një leje ndërtimi jashtë kritereve ligjore që kishte bashkia. CNA prej 80 ditësh ka kërkuar që të publikohet dokumenti me firmën e prokurorit dhe refuzimin me firmën e ish kryebashkiakut, por kërkesa nuk ekziston njësoj si inceneratori I Tiranës. Fakti është se Erion Veliaj, kryebashkiaku tashmë I shkarkuar, ka 13 akuza për 5 vepra të rënda penale. Veliaj është kapur nëntherë në korrupsion, në shpërdorim detyre, në pastrim të produkteve të veprës penale, të fshehjes së pasurisë, futjen e sendeve të ndaluara në qeli. Sot janë mbushur plot 80 ditë nga mashtrimet e Veliaj dhe Mero Bazes që janë një sulm që I bëhet drejtësisë.